We've been given a lot of credit for... Administrata Trump ka pezulluar dërgimin e ndihmave ushtarake për Ukrainën, duke bllokuar ngarkesa me vlerë miliarda dollar, teksa Shtëpia e Bardhë rrit presionin mbi Kievin për të arritur paqen me Vladimir Putin. Vendimi ka prekur edhe dorëzimin e municioneve, automjeteve dhe pajisjeve të tjera, përfshirë ato të rëna dakord gjatë kohës kur president ishte Joe Biden. Lëvizja erdhi pas takimit dramatik të së premtes në dhomën ovale mes Donald Trump dhe Volodymyr Zelenskit, që çoi gjithashtu në anullimin e nënshkrimit të marrëveshjes për mineralet e rralla të Ukrainës. Gjithashtu Trump i tha Zelenskit se po luante kumar me luftën e tretë botërore dhe i sugjeroi që të kthehej kur të ishte gati për paqen. Megjithatë, një zyrtar i administratës amerikane ka deklaruar për kanalin Fox News se ky nuk është një vendim i përhershëm, por vetëm një ndërprerje për zbatimin e së cilës Trump ka udhëzuar sekretarin e mbrojtjes Pete Hegseth. Vendimi erdhi gjithashtu pas një takimi ku përveç Hegseth ishin të pranishëm sekretari i shtetit Marco Rubio, shefja e inteligjencës kombëtare Tulsi Gabbard dhe i dërguari për lindjen e mesme Steve Witkoff.